Atë natë më ka raur shumë, tepër shumë më ka raur, dhe i tregonte të dashurës të vetë se si më rihte në syrin tim. Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotërim, përshëndetje të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin në kanalin Rrëfim e Jete për të ndarë një rrëfim shumë të dhimbshëm. Sonte do të sjellim një telefonat që në fakt mua më ka rënqethur. Janë lotët e një gruaje e cila çdo ditë është duke vuajtur më të keqen nga burri i saj. Një burr që është biçozgji. Një burr që me lekët të cilat nuk i ka për familjen e vet njerë, mundohet që të mbante dashnoret. Një burr që ushtron dhunë të tmerrshme kundër derit gruas së tij. Zonja në fjalë, sonte në mënyrë të detajuar, do të tregoj rrëfimin e jetës së saj dhe unë nuk dua që ta lë të pres, dua që ajo të kyçet sepse na pret në fakt në linjë telefonike. Përshëndetje e dashur, ja ku jemi. Mbrëma, Faleminderit faleminderit. shumë që dëshiron të ndash rrëfimin tënd. E gjithë koha është për ty, dua të dëgjoj. Faleminderit. Unë jam vajza e një babait që ka punuar me shumë nder dhe me dashuri për familjen. Jam vajzë e vetme. Kam një vëlla. Vëllau është në karrocë. Dhe unë jam më e madhja në familje. Babi dhe mami më martuan në moshën 19 vjeç. Burin e mora me pëlqim. Nuk mund të them me dashuri se në ato vite nuk ishin dashurit si sot. E mora me pëlqim. Ishim harmonikisht mirë të lumtur në fillimet tona. Më respektonte, e respektoja. Ja kam mbajtur nënën, motrën, babain. Babai i burrit tim vdiq në duart e mia. Dhe momentin që e humbi familjen, do me thënë, prindërit, ai filloi pak që të devion. Ne fëmijët po na rriteshin. Djali vajti 18 vjeç, vajza vajti në atë vit 16, dhe harxhimet në familje ishin shumë të mëdha. Por në shtëpinë tonë, pasuria se vinte paksoheshte. Punoja shumë, punonte gjasme dhe ai, por në shtëpi gjë nuk mbeteshte. Ishte stresuese, ishte e frikshme. Më krijonte një mlef të papar, por mundohesha që ta tejkaloj në një farë forme. Pas 2 vitesh të këtij fati të keq që na kaplohi, unë arrita të zbuloj që burri im kishte edhe një dashnore. Ishte momenti më i keq që mund ta përballoja në atë gjë. Do me thënë, nuk dija çfarë të bëj. A të dali nga shtëpia me fëmijë të rritur, apo të mbyll sytë edhe të vazhdoj përpara. Nuk mundesha, shpirtin e kisha të thyer. Por e të rrita, bisedova, më tha që janë haulacionet mijat, nuk është e vërtet. Por për mua ishte e vërtet sepse unë i pash bashkë. Okej, për hatër të fëmijëve, e këlltita si gjë dhe vazhdova përpara. Në momentin kur mendova që ai ka ndryshuar, sepse filloi të familiarizohet, vinte më shumë në shtëpi, aty
ndodhen gjërat. Një natë erdhi tepër i alkoolizuar, edhe më pati thënë fjalët nga më të natyra që mund kja thuash një gruas. Atë natë më ka raur shumë, tepër shumë më ka raur, dhe i tregonte të dashurës të vetë se si më rihte në syrin tim, dhe se si më drejtonte në atë formë. Por përsëri mendoja ku të shkoj. Vllaun e kam në karrocë. Kushtë më mbante, kushtë kujdeseshte për mua. Dhe vazhdova të jetoj në këtë tmerr. Por ka filluar edhe të bëhet një njohës i mirë i piqosit. Pothuajse çdo natë e kalon atje. Edhe tani që unë po ndaj këtë telefonatën me ty, aja akoma nuk ka ardhur në shtëpi. Dhe unë jam e shqetësuar, jo për fatin tim, por për fatin e fëmijëve. Në vend të ato para t'i sjellën në shtëpi, kemi fëmijë në studime. Unë punoj si qenë, punoj në një furrë buke. Ai nuk mendon fare për të pjesën. Ai mendon vetëm për të predhur, për të shkuar me dashnore, edhe për të mos kujdesur fare për familjen. Jam shumë e thyer, tepër, dhe nuk e di se çfarë të bëj. Në njëherë them, ti marr fëmijën dhe ti iki. Merë. Të paktën t'ju siguroj fëmijëve një diçka. Jam aq e trombur sa që kam frikën se mos na ka plënë e keqe, edhe jeta jon do të shkatrohet. E nderuar zonë, Është një- nga kjo që ndëgjova, Një sepse dhimbje që ndëgjova nuk të e di, gjithë me vëmendje. edhe unë. Sinqerisht jam i tronditur, jam i shokuar se si mundet të ekzistojnë njerëz të tillë që të shkatrojnë jetën. Më beso, mua ma ka shkatruar jetën. Dhe jam shumë e tronditur. Jam tepër e tronditur. Nuk di se çfarë të bëj, nuk di se nga të shkoj. Është shumë e rëndë për mua që të përballoj çdo ditë këtë dhimbje të tmerrshme që po e kaloj. Do Zoti vë dorë edhe ne Unë sinqerisht qetësohemi. uroj nga zemra, Zoti të t'jap shëndetin. Faleminderit shumë që ndave këtë histori me mua dhe shpresoj që të gjesh më të mirën të vetes tënde. Faleminderit Mirë lehtësova pafshim. zemrën. E pra të dashur shikues të dëgjuat, ky është një rrëfim i tmerrshëm. Çfarë mendimi do të kishit dhënë kësaj zonje?